Mbrëmja e fundit në ferma VIP është kthyer në një nga momentet më të tensionuara të këtij sezoni. Pas eliminimit të Adionit nga gara, situata në studio doli jashtë kontrollit. E pranishme në publik, partnerja e tij, Fabiola, reagoi ashpër në transmetim live, duke përdorur gjuhë fyese ndaj moderatores Arbana Osmani. Ndërsa Arbana i kërkonte të ruante qetësinë, Fabiola e ofendoi drejt për drejt, duke e quajtur kuçk, duke lënë të habitur publikun dhe të pranishmit në studio. Ky incident ka shpërthyer menjëherë në rrjetet sociale, ku ndjekësit kanë reaguar masivisht, duke kritikuar gjuhën e përdorur dhe duke vënë në pikpyetje nivelin e etikës në ekran. Pamjet po qarkullojnë me shpejtësi online, duke rikthyer debatin mbi kufitë e komunikimit në televizione dhe përgjegjësinë që mbajnë figurat publike përpara një audiencë të gjerë. Apo del jashtë kontrollit ferma VIP? Dhe apo humbet kuptimi i fjalës VIP?